Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahu subhanahu wa taala falenderojmë, salavatet selamet mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, I dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata rrugën të cilët deri në ditën e gjykimit e pasojnë Allahu subhanahu wa taala në bëf prej tyre. Dersi I fundit të cilën kemi qenë duke folur në sirën apo jetërrëfimin e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka qenë fillimi I betejës së Bedrit. Kemi fol për veçoritë e kësaj betejës, pjesëmarrësit në këtë betejë, se çfarë fadli, çfarë merita kanë tek Allahu xhalla xhelaluhu. Kjo betejë është njëra prej betejave të para që kanë ndodhur në Islam. Domethënë pejgamberi alayhis salatu wassalam para kësaj betejë ka pas ekspedita, të cilat I kanë nis, mirë po jenë kanë aty këtu për ndonjë shkak. Mirë po nuk kanë qenë ballafaqim me një ushtri sikurse në betejën e Bedrit. Ka ndodhur në muajin Ramazan, me 17 të muajit Ramazan, në ditën e Xuma, në vitin e 2 Hijri. Është prej betejave më të lavdishme që I shënuar në historinë islame, që I ka dhënë me këmbje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shtetit islam. E që prej dietarëve kemi përmend kanë thonë se çdo betejë pas kësaj ka borxh betejës së Bedrit për shkak e sakrificës edhe që Allahu xhalla xhelaluhu I ka lavdëru ata të cilët kanë bën sakrificë në këtë betejë. Për shkak se është ballafaqimi I parë që janë ballafaquar fizikisht pasuesit e të vërtetës të hakut, njësuesit e tauhidit kundrejt armiqve pasuesve të shirkut. Edhe për këtë Allahu xhalla xhelaluhu ka quajtur Yawmul Furqan, dita e ndarjes, dita kur I nda e vërteta prej të kotës. Dita kur janë ballafaqur fizikisht mushrikët të cilët e kanë luftuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe njënën anë sahabët bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kundrejt atyre të cilët e kanë luftuar dinin e Allahut subhanahu wa taala. Edhe është fitoria e parë që ju ka dhënë Allahu subhanahu wa taala muslimanëve. Për ata dhe prej duave që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë betejë ka bërë është se ju ka lutur Allahu xhalla xhelalu. Ka thënë o Zot, më jep ata me të cilën ti ke premtuar. Edhe prej fjalëve që I ka thënë në duan e tij ka thënë o Allah, nëse ti e shkatërron këtë grup kaq të vogël në këtë vend, andaj kush do të adhuroj apo nuk do të ketë kush të adhuroj pas kësaj dite pastaj. Këtë betejë, shkaku kësaj beteje s'ka fillu pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk ka dalë prej Medinës për në Bedër për të luftuar. Mirë po shkaku ka qenë prita që ka dashur me I ban karvanit të Ebu Sufjanit, I cili ka qenë duke ardhur prej Shamit, edhe I ngarkuar me gjëra tregtie, të cilat kanë bën Sham, që kanë qenë dikun një numër I madh I deveve, edhe një pasuri prej 50.000 dinarve. Një mideve e të ngarkuara mirë me një pasuri prej 50.000 dinarve, që cilat me I shëndru, me I konvertu në monedha sodit dalin në miliona. Edhe pse ndoshta me milionat sodit, po megjithatë 50.000 dinarë të asaj kohës kanë qenë shumë të mëdha për ata. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka dalë me kthy pasurinë të cilën I është konfisku muslimanëve në Mekë, të cilët kanë bën hijret, e me pasurinë e tyre kanë bën tregti mushrikët. Edhe pejgamberi sa ka dashur me kthy këtë hak muslimanëve në Medinë. Dhe është nis befasisht kur I kanë marrë informacionet se karvani e Ebu Sufjanit është nis nga Shami dhe është afru të kaloj afër Medinës, sepse rruga e cila ka ardhur prej Shamit nga lart ka pas me kalu nëpër Medinë, po jo drejt në qytetin e Medinës, po për skaj I Medinës, përmes Bedrit, e cila është mes Medinës dhe Mekkës, edhe që çon në Mekë. Bedri apo beteja e Bedrit e ka marrë emrin, kemi thënë, për shkak vendit që është Bedër, për shkak disa bunarëve që ka në atë vend, që I ka diku 150 km larg Medinës. Edhe pejgamberi alayhis salatu wassalam I ka urdhëruar disa prej sahabëve, ka kërkuar se kush është I gatshëm, edhe e ka kafshën e tij hazër gati, le të na bashkangjitet dhe të vjen me mua. Edhe këtu ju kanë bashkangjit pejgamberit alayhis salam dikun 300 e ca burra.
e që prej tyre më shumë kanë qenë ensar, e pak prej tyre kanë qenë prej muhaxhirëve. Dikon 70 prej muhaxhirëve, sikur se kanë shënuar historianët e sirës së pejgamberit alayhis salam, edhe 140 apo 240 ka qenë prej numri ensarve, të cilët ju kanë bashkangjit pejgamberit alayhis salam. Dhe kanë qenë jo bukur të përgatitur, përse kanë dalë shpejt dhe nuk kanë qenë të përgatitur shumë ushtarakisht. Numri i deveve të cilët jenë hip sahabët e pejgamberit ka qenë 70, që i ka ra çdo 3 persona me hypen një deve. Dhe përgatitja ka qenë shumë e dobët. Prej të krejt tyre ka qenë vetëm një kalërës i cili ka pas kali. Miqdad ibn al-Amr apo Miqdad al-Aswad. I vetmi ka qenë i cili ka pas kali. Dhe jenë nis prej Medinës për me i dalë në prej të Abu Sufjanit. Edhe kemi fol pastaj veçuritë e kësaj luftës, se si Allahu xhelle xhelalu ka ngritë burra, se si e kanë marrë nufkën El Bedri, edhe është shënuar në historia i sahabi i cili ka marrë pjesë në këtë luftë. Pastaj se si Allah i ka nderuar ata të cilët kanë marrë këtë pjesë në këtë luftë, që Allahu ju ka falë gjunahet e tyne, dhe i ka thonë veproni çfarë të dëni se Allahu i ka falë ata. Pastaj pjesëmarrësit e kësaj betejë Allahu Teala i ka ngrit në gradat e larta ata të cilët kanë vdekur në këtë betejë në xhenetet Firdaus e kështu me radhë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që kjo betejë ka ndodhur në muajin Ramazan, e kemi përmendur aty ka fundi dersit se u ka leju me prish Ramazanin. Për shkak mu përgatit dhe mu forcu nëse do të ballafaqohen me ushtar, me mushrikët. Kur ndëgjon Abu Sufjani me të kthimi nga Shami përmes informatorëve dhe shpionave të tij se pejgamberi alayhis salatu wassalam ka dalë në prit, atëherë Abu Sufjani e porosit një person e paguan dhe e dërgon shpejt për në Mekë. Ky person ishte Damdam ibn Amr. Abu Sufjani e paguan dhe urdhnon që shpejt i lajmëron banorët e Mekkës që t'i dalin në ndihmë për shkak se karvani i tyre është në rrezik. Edhe ky Damdam niset për në Mekë me një shpejtësi derisa kur mrrin në afërsitë e Mekës dhe hyn në Mekë, e pren apo e gjakos devën e tina, e shkyen gjaketën e tij apo teshën të cilën e ka pas të veshur dhe ngrit zanin duke i thirr banorët e Mekës el-Latime, që ka për qëllim karvani. Për me nxan karvanin e Abu Sufjan mos me plaçkit, domethënë banorët e Medinës. Pastaj kërkon të ndihmë, kërkon prej banorëve të Mekës. Para se ju më ardh ky lajm banorëve të Mekës nga rreziku që i ka nuset karvanit të tyre në Bedër, halla pejgamberit alayhis salatu wassalam, Atikja, e cila ka qenë në Medinë, në Mekë, e ka parë një ëndër. 3 ditë para se më mbërri ky lajm, e ka parë një ëndër dhe këtë ëndër ja ka rrefy vllaut e tij Abbasit, axhës pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe është shtrishtuar nga pamja e kësaj ëndrës. Dhe i thet Abbasit mos ja trego kërkujt. Thotë kam pasi kur një njeri ka ardhur në Mekë dhe na ka paralajmëru se pas 3 ditëve do të atakohen me një luftë, me një vrasje. Do t'i godet një vrasje. E pastaj ka ardhur me devën e tina dhe është afër Qabës dhe është hyrë me Qabë dhe i ka kërcënuar prapë mushrikët. E pasi që i ka kërcënuar dhe i ka qurtuar dhe i ka tërheq vrejtjen për ato që ka mu i godit, thotë e ka marrë një guri dhe e ka rregullis, dhe kur është rregullis ai guri dhe është qatë copa nuk ka lanë shtëpitë e Mekës vetëm se ka hyrë. Nuk ka lanë shtëpitë e Mekës vetëm se e ka godit. Pas dëgjimit të kësaj ëndrës, Abbasi ja tregon njënit prej mushrikëve, të cilët ka pas shok mesin e Kurajshëve atu në Mekë, dhe i thet në besë mos ja trego askujt. Mirë po, sikur se është e njohur, çdo shok e ka një në besë, të ja tregon të shesitë e veta. Dhe shpërndahet kjo fjalë, kjo ëndër në mesin e Kurajshëve, saqë kur e ndëgjon Abu Jehli tallet me Abbasin dhe me familjen e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe në ditë duke kaluar, Abbasi rreth Qabës duke bërë tavafin, thotë masi ta mbaron tavafin, ulu dhe thotë kam me vet diçka. E masi e përfundon tavafin, Abbasi radhiyallahu anhu afrohet Abu Jehli dhe i thotë: "Prej kur keni filluar me profitizu edhe gratë mesin e juve?
Përveç burrat që kanë thirrë në pejgamberllëk, që aldojnë pejgamberin alayhis salatu wassalam, thotë tash kanë filluar edhe gratë e ju me tregu për profetizëm ose me thirrjen e profetizëm. Thotë për shkak se kena ndëgju kështu, është përhap nga ju një ëndër e tillë ose një fjalë e tillë. Edhe nënçmon shumë Abbasin sa që i thotë nëse kjo nuk është e vërtetë, apo nëse nuk ndodh ajo çka ju e keni pretendu. Thotë kena me shkru një vjersh, apo kena me shkru një libër, një shkrim, të cilën kena me shpall njerëzit marrën aveca në mesin e arabëve. Mirë po ajo se çka ndodh është e vërteta se mas 3 dite vjen lajmi nga Damdam me të cilën e kishte nisur Ebu Sufjani prej rrugës që ti paralajmëroj ato se çka është duke i prit. Dhe mobilizohen banorët e Mekkës, mushrikët në krye me ta Ebu Gjehli. E prej tyre të cilët nuk ka marrën pjesë në këtë luftë është vetëm Ebu Lehebi. Kurse krejt kokat e mushrikëve, të parive, të kurejshve dhe të fiseve më të mëdha që kanë në Mekke, kanë marrë pjesë. E prej tyre që s'ka dashur me dalë në betejë, ka qenë Umayya ibn Khalaf. Njëri prej kokave të mushrikëve. Shkaku është se fillimisht ka qenë në moshë i shtym, edhe e dyta është se e ka paralajmëru Saad ibn Muadhin një gjë të cilën e kanë dëgjuar prej pejgamberit alayhis salatu wassalam. Saad ibn Muadhi ka qenë prej Ansarëve dhe ka pas miqësi me Umayya ibn Khalaf. Dhe sa që ka kalu Umayya në Sham është nal në Medinë të Saad ibn Muadhi. Dhe sa që ka ardhur në Mekë Saad ibn Muadhi është strehu ose është nal të Umayya. Edhe mos që kanë bën hijret sahabët dhe është prish ajo lidhja mes banorëve të Mekkës dhe të Medinës, ka ardhur Saad ibn Muadhi me bën umre. Me bën tavaf rreth Ka'bes. Mirë, po i ka thonë Umayya prit pasi që të kalon njerëzit, fillon ajo mesditja kur njerëzit janë në xhum, që atëherë del mos të shohin njerëzit. Unë që ka ardhur prej Medinës, edhe unë ta kom leju tyje me bën tavaf. Vjen Saad ibn Muadhi del bën tavaf, mos që ta kryen tavafin e sheh Abu Jehli, dhe i thotë për shka jarti prej Medinës këtu e bota tavaf. Thotë mos t'ishte kanë që t'ka shtin në bes Umayya, thotë ndryshe i shumë da me ty. E pastaj Saad ibn Muadhi ja kthen, thotë kujdes se çka po flet. Se edhe na di me ta ndal rrugën ka të vish për në Sham anena. E pastaj Umayya thotë mos ja ngrit zonën e Abu Jehlit, sepse kjo është zotëria i mushrikëve, zotëria i paria i Mekkës, ku na pe ngrit zonën ti. A Saad ibn Muadhi thotë e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se ka thonë se ata do të vrasin tyje. Umayya si thot. Kush janë ata? Kishte për qëllim sahabët. Umayya thot a në Mekë, a jashtë Mekës, thot ja nuk e di se nuk e ka përmend pejgamberi sa se ku. Dhe i hyn frika Umayya ibn Khalaf. Nga se ka ditë se ato që ka flet pejgamberi sa nuk rën, nuk gënjen. Domethënë pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk e kanë përgënjeshtru kur njëherë se është gënjeshtar. Ata i kanë thënë se është serbaz, është poet, e gjona tjera shka e mundu me angjit, ama nuk e kanë zas njëherë një jetën e tij se pejgamberi s'ka gënju as njëherë. Andaj ka besu asaj çka do të thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, apo ato që ka thonë për to. E kur ar puna me dal në betejë, është frikë. Se mos po e gjon vdekjen në luftë kundra sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, Abu Jehli i kanë nxit, edhe i fanatizmi se qyshun tash nuk tregu i do para njerëzve, unë jum zotëria i fisit tema në gnej, e ka ble devën më të mirë në Mekke, edhe është bashkangjit ushtrisë. Domethënë edhe Umayya ibn Khalaf. Andaj në këtë hadith, dietarët kanë thonë se në këtë hadith shihet edhe ajo çka pejgamberi sa prej mrekullisë që ju ka shfaq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe që është lajmëru me shpallje se çka ka më ndodh në betejën apo kush do të vritet edhe në betejën e Bedrit. Andaj më vonë do ta shohim aty kur pejgamberi alayhis salatu wassalam zbret në Bedr, një ditë para se me fillu beteja, i ka tregu me vende se kush ka më vrarë, ku ka më vrarë në betejën e Bedrit. Ju ka tregu me pika, filon vani, ku më vrarë filon personi. Në filan vani, ku më vrarë filon personi. Ushtria e Mekës apo Kurejshve në këtë betejë ka qenë shumë madhështore në aspektin e numrit dhe forcës dhe fuqisë. Për ata numri i deveve të cilët kanë marrë pjesë në këtë karvan, në këtë ushtri, nuk i dihet. Kurse numri i kalorësve ka qenë 100 apo 200 prej kalorësve.
kurse numri i ushtarëve ka mrrin 1300. Mirë po gjatë rrugës për në Bedër, një pjesë e tyre kthehen, dykon 300 veta dhe mbesin 1000 apo disa transmetime e ka ardhur se 900. Saqë gjatë ditës, por ushtarët të cilët kanë marrë pjesë në këtë luftë, mushrikët i kanë thërë 10 deve. Çdo ditë i kanë thërë ka 10 deve me ushqy ushtarët. Domethënë ka qenë përgatitja e mushrikëve kundrejt një ushtrie të vogël të sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të pa përgatitur. Andaj fillojnë edhe lëvizin mushrikët me përgatitjen e tyre drejt Bedrit, mirë po kur mbërrin lajmi e Ebu Sufjanit, pasi që e hulumton rrugën edhe ndëgjon që pejgamberi sallallahu ka dalë prej Medinës, i qënë disa njerëz të tij apo edhe vet, edhe mrrin paraprakisht duke kontrolluar rrugën në Bedër dhe gjan disa mbetje të deveve. Edhe përmes mbetjeve të deveve, aty në baglave, se njerëz arabët kanë qenë strateg të shkretëtirës, edhe kur kanë marrë rrugë kanë ditë se si më orientu, dhe në bazë të gjurmëve të gjanave kanë ditë me i dallu gjanat njëna me tjetrën. Për ata edhe kjo është nëna prej urtësive që i mësojmë në luftën e Bedrit ose në betejën e Bedrit, se musliman duhet me qenë sy hapur. Edhe çdo luftë duhet mi pas informator të vet. Çdo luftë. Nëse s'ki njerëz të cilët sjellin informacione, që të në gjuhën tonë përdoret shpijuna, e kupton që të binë informacione, atëherë di gjithherë je në humbje. Andaj edhe pejgamberi alayhis salatu wasalam i ka pas informator të vet, edhe Abu Sufjani ka pas informator të vet. Pejgamberi alayhis salam i ka thënë paraprakisht me përcjell rrugën edhe me këshur gjendjen vendin e Bedrit, të cilën ka pas me kalu Korvani. Edhe Abu Sufjani ka dërguar informator të vet me këshyra është rruga e sigurt. Edhe kur ka mrin Bedër, edhe i ka bë disa gjurmë të disa baglave, i ka shkapurit, i ka këshyr. Kur ka pa që në ato mbeturina ka prej bërthamave të hurmave, e ka kuptu se ata të cilët kanë qëndru në këtë vend njën prej Medinës. Edhe ka kuptu se aty në ju ka mri lajmi se na kena me kalu kësajde. Atëherë Abu Sufjani e devjen rrugën e karvanit dhe nuk kalon në për Bedër, po kalon përmes Bregdetit. E që është Bregdeti në gjithë dhe aty, kur keni kalu me aeroplane, keni po, ka të shkojmë numre, se në Bregdeti është i gjithës, pastaj i ka 80 km me Mekken distancë. Dhe më thonë për dalim, pejgamberi alayhis salatu wasalam, nëse muj me ilustru, nëse muj me ilustru, këtu është Mekka, kjo është Medineja. Mes Mekkës dhe Medinës është Bedri. Mirë po, prej Shamit ka pas me ardh karvani. Prej Shamit, Shami është nalt, pastaj është Medinja, tani është Bedri, tani është Mekkeja. Kënejna, që kjo pjesa kënej, është deti i kuq. Tash Ebu Sufjani rruga kryesore që ka qenë një orë rruga, kanë kalu tregtarët, ka pas patjetër me kalu na për Bedër. Andaj edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka synu Bedrin për me zan rrugën karvanit e Ebu Sufjanit. Mirë po kur kanë dëgjuar Ebu Sufjani se në Bedër është kurtha apo është ajo çka ka mu ataku me sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e ka deviju rrugën e karvanit dhe ka filluar me ardh ka Bregdeti, që mos të atakohet me ushtrinë e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe e dërgon një lajmtar në Mekke që të kthehet ushtria dhe mos të vinë mase e shpëtova, domethënë karvanin. Mirë po thash ai fanatizmi që e ka mujt Abu Jahlin. Edhe pse me këshillin e disa prej atyre kokave të tyre të cilët kanë këshilluar me u kthy. Abu Jahli ka thënë ja, vetëm se kena me shku në Bedër. Vetëm se kena me taku me ushtrinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe nëse stakohemi me ta, kena me çudrun 3 ditë, kena me hangër, me pi, kena me zjafet, kena me kcy, kena me knu, mi kallzu ta në arabëve se kush jena na. Domethënë ky fanatizmi që e kanë pas, ja u ka thy qafën aty ne. E u dhan. Edhe pejgamberi alayhis salatu wassalam, kur ndëgjon se mushrikët kanë dalë prej Mekkës, e që pejgamberi sa në fakt nuk është nis për luftë, tash ndalet gjatë rrugës edhe konsultohet me sahabët e tij, me shokët e tij. Çka po veprojmë?
edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aty ka pasur në syrin disa prej sahabëve të cilët nuk e kanë dash luftën, dhe këto Allah e ka dëshmuar në Kur'an. Kërkush prej njerëzve nuk e dëshiron luftën. Mirë, po nëse ballafaqohet njëri duhet me qëndru, edhe duhet me luftu. Andaj edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka kërkuar mendimin e sahabëve se çka me vepru. Andaj dhe kokat e sahabëve që ka qenë Ebu Bekri, Omeri, prej kokave të sahabëve më të mëdhaj kanë fol. Ka fillu Ebu Bekri dhe ka fol edhe e ka përkrah pejgamberin alayhi salatu wassalam që të ballafaqohet me luftë me mushrikët. Ka fol Omeri radhiyallahu anhu, pastaj ka fol Miqdad ibn al-Aswad, u shngrit dhe ka fol Miqdad ibn al-Aswad, siç transmeton Abdullah ibn Mesudi, i cili thot kur e kam dëgjuar Miqdad ibn al-Aswad duke i thënë pejgamberit alayhi salatu wassalam, ka thonë ja Rasulullah, ka thonë vazhdo rrugën se neve na ki mbrapa, dhe ne do të luftojmë me ty, edhe nuk do të jemi sikur se Jehudët apo Beni Israilet të cilët i kanë thënë Musa alayhis salam, idhhaba anta wa rabbuk faqatila, shka dhe ti dhe Zoti yt dhe luftoni, na do të qëndrojmë këtu. Ja, ka thonë na po të themi ty, shka dhe ti dhe Zoti yt lufton, na do të luftojmë me juve, bashkë me juve, do të bashkangjitemi me ju. Edhe nëse ti shkon edhe jashtë Mekës larg, ka përmend një vend atje, na do të bashkangjitemi dhe do të vim pas teje. Edhe kjo sikur ja ka shqetësu zamrën pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe e ka gëzu. Mirë, po pejgamberi alayhi salatu wassalam prap ka thonë eshiru alayya ayuhan nas, ka thonë jepni mendimin tuaj o njerëz. Pejgamberi alayhi salam me këta ka aludu ta merr mendimin e ansarëve. Pse ansar? Se muhaxhirët e ka ditë që ata do ta përkrahin, do ta janë me ton. Po numri i muhaxhirëve ka qenë i pakt, kurse numri i ansarëve ka qenë më i madh, 240. Mirë, po pse pejgamberi sa me ka dash mendimin e ansarëve? Se ansarët janë ata të cilët ja kanë dhënë besën pejgamberit alayhi salatu wasalam kur kanë fol atje për Bejatul Aqaba al-Kubra, besa që ja kanë dhënë në vendin al-Aqaba, që ja kanë dhënë ansarët, ja kanë dhënë pejgamberit alayhis salam me mbrojt në Medinë. Ama nuk ja kanë dhënë besën, as nuk e kanë përmend në marrëveshjen e tyre se na do të luftojmë kundra një armik jashtë Medinës. Andaj pejgamberi alayhis salam i ka dashur mendimin e ansarëve që mos hyn hinder hak atyre. Andaj është çu në këtë rast pastaj zotria e ansarëve i cili ka qenë në këtë betejë Saad ibn Muadhi dhe ka lavdru pejgamberin alayhis salatu wassalam dhe i ka thonë ja Rasulullah, na të kena besu, na ta kena dha besën ty, na kena bë marrëveshje me ty me të mbrojt, na sikur se të kena besu dhe ta kena dha besën dhe ta kena bë marrëveshje me ty me të qëndru pranë teje, kena me luftu edhe kena me qëndru pas teje deri kur ti na thush. Në qoftë se është në pyetje me kalu edhe detin, edhe me shku me luftu atje jashtë mbrapa detit, dikon na do të bashkangjitemi edhe do të vim pas teje. Edhe kjo është ajo çka e kënaqi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, dhe kjo është ajo çka e priste pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prej shokëve të tij që ta vazhdojnë rrugën, domethënë për në Bedër. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjatë rrugës i lajmëron kur zbresin në Bedër, i lajmëron edhe për vendin që ku do t'i zënë vdekja kokat e mushrikëve, edhe Allahu subhanahu wa taala prej rahmetit të tij që Allahu subhanahu wa taala don me i qetësu zemrat e sahabëve, zemrat e shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. E çon një shi të lehtë. E çon një shi të lehtë që don me i pastru ata një të kohë me e bën tokën e përshtatshme që ata me luftu edhe bën tokën e freskët që mos me pas vështirësi gjatë betejës, sepse nxehtësia e madhe e lodh trupin e njeriut. Dhe ata kanë pas nevojë për freski, sepse kanë qenë të uritur dhe të etur. Andaj e qenë një shi, rahmet i Allah subhanahu wa taala, që dietarët kanë thonë e qenë një shi të lehtë, që ka qenë shi që vetëm e ka zbut tokën që më qenë më lehtë për të ecë. Kurse në anën tjetër e ka qenë një shi të madh nga ana mushrikët që ju ka po mundsu lëvizjen e tyre. Pra ata janë vanu gjatë rrugës, edhe pejgamberi alayhis salam i ka paraprin ardhes në Bedër para se me mbërri ata, domethënë në vendin e quajtur Bedër, ku kanë pas edhe mu ataku. Andaj kjo ka qenë edhe prej si më thon prej mirësive, prej urtësive që Allahu xhelle xhelaluhu e ka qu këtë shi që t'i pastroj edhe t'i qetësoj zemrat e muslimanëve. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e zgjedh që t'i zë puset e Bedrit në mënyrë që ata të kenë furnizim me ujë
për dallim prej mushrikëve të cilët domethënë s'kan pas mundësi të furnizohen me ujë, edhe ky ka qenë domethënë mendimin që e ka zgjedhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sikur se ka thënë dietarët, ka qenë inspirim nga ana Allahu subhanahu wa taala, kurse ajo çka është e njohur në histori, të cilën shpeshherë lexojmë, se ky ka qenë një mendim i një sahabiu të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dietarët e sirës, të cilët kur flasin me hadithe dhe me zinxhir të ngjarjeve, ata tregojnë se ky mendim apo ky hadith nuk është i saktë dhe ka dobësi në transmetimin e tij. Se sikurse një prej sahabive, i cili ka qenë Habab ibn Mundhir, i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam para se me mbritje puset e Bedrit, janë dalë në një vend dhe i ka thonë: "O i dërguari i Allahut, a është ky mendim nga ana jote apo shpallje që të shpallet nga ana e Allahut?" Ka thonë: "Jo, ky është mendimi im." Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, andaj pastaj Habab ibn Mundhir i ka thonë: "O i dërguari i Allahut, nëse ky është mendimi i yt, atëherë mendoj që më mira jonë është që ne t'i kemi në pronësi puset e Bedrit dhe jo mushrikët." Atëherë pejgamberi sam e kanë dëgjuar mendimin e këtij sahabiu apo këshillën e këtij dhe i kanë zënë puset e Bedrit. Mirë, po ky transmetim ka shkëputje në zinxhirin e tij dhe është i dobët. Kurse transmetimi më i saktë është, të cilën e ka transmetuar Ali radhiyallahu anhu, edhe është përmend në librat e historisë, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është vetë ai i cili e ka përzgjedh që puset e Bedrit të jenë në pronësinë e sahabëve dhe në pronësinë e ushtrisë së pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pastaj, para se me fillu betejë e Bedrit, pejgamberi alayhi salatu wassalam janë ndërtuar një tend, të cilën e mbulojnë që pejgamberi alayhi salam të qëndrojnë në atë tend gjatë kohës sa zhvillohet betejë. Edhe kjo ka qenë prej zgjedhjes së sahabëve që ja kanë marrë pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe i vetmi ai i cili ka qëndruar në tend pas pejgamberit alayhi salam ka qenë Abu Bekri. Edhe kjo është njëra prej argumenteve që sa herë kemi përmend që më i afërti prej sahabëve të cilët edhe i ka taku khilafeti mas pejgamberit alayhi salatu wassalam ka qenë Abu Bekri, sepse ai është ai i cili ka shoqëruar në rrugë për hijret, edhe është ai i cili ka shoqëruar në vendet më të vështira pejgamberit sa, po edhe në këtë tend gjatë luftës së Bedrit ka qenë afër tij Abu Bekri radhiyallahu anhu, saqë Ali radhiyallahu anhu një herë i ka pyetur sahabët, shokët e tij, mas vdekjes pejgamberit alayhi salatu wassalam, i ka thonë: "Kush ka qenë ose kush është më i guximshëm, më trimi?" Ka thonë: "Ti o Emirul Mu'minin." Ka thonë: "Ti o Ali radhiyallahu anhu." Ka thonë: "Sa për mua është e vërtetë se s'kam dalë në dy luftim me dikon vetëm se e kam ujt. Mirë, po më i guximshëm dhe më trimi thot ka qenë Abu Bekri radhiyallahu anhu." Përderisa thot në betejën e Bedrit, askush nuk ka marrë guximin me i thonë pejgamberit alayhi salatu wasalam: "Unë do të mbrojtësoj dhe i dërguari i Allahut", përveç Abu Bekrit, i cili thotë e ka ngrih, e ka nxjerr shpatën e tij dhe ka qëndruar pranë pejgamberit alayhi salatu wasalam në këto momente domethënë më të vështira. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë kësaj nate të xumas e nesërmja e të cilës ishte edhe betejë, pejgamberi alayhi salatu wassalam vetëmohet duke adhuruar Allahun xhelle xhelaluhu dhe duke u lutur Allahut subhanahu wa taala për fitore. Nga se pejgamberi alayhi salatu wassalam frikej se ky grup i sahabëve nëse shkatërrohet, do të shkatërrohet edhe shteti islam. Do të shkatërrohet edhe ai mundi të cilin është bërë për kaq vite në ndërtimin e davetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për ata edhe Allahu xhelle xhelaluhu prej rahmetit të tij, prej urtësisë së tij, e çon një gjumë të cilin godet sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Nga se nuk ka qenë e njohur që njerëzit kur dalin në luftë me fjetë. Domethënë gjithherë kanë qenë sy hapur sepse nata pret gjëra të ndryshme, befasi. Mirë, po prej rahmetit Allahut, Allahu xhelle xhelaluhu e çon një kotje, një përgjumje në mesin e sahabëve. Kurse i vetmi ai i cili qëndron duke u falur, duke lutur Allahun, është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për ata transmeton Ali radhiyallahu anhu se gjithë sahabët thotë i ka godit gjumi përveç pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kurse një prej sahabive transmeton i cili thotë se e kam pas shpatën time në dorë. Thotë edhe mbaje shpatën në dorë, thotë edhe më kap ke kotja, kur e shisha më ka ra shpatën në tokë. Apet e kapsha, më kapi një goditi një gjumë, një nuas, or në gjuhën arabe nuas, kotje për gjumje, thotë edhe shisha prap shpatën në tokë. Edhe kjo është dietarët kanë përmend që kur i ka godit kjo për gjumje ka qenë rahmeti Allahut, se mas kësaj për gjumje kanë fitu një energji edhe një qetësi në shpirtin e tyre. Sa që ky prej hoxhallarët që ne ka shkruar libër e përmend thotë, edhe thotë sa herë kam lexuar këtë ngjarje thotë kur nuk e kam kuptuar urtësinë e kësaj.
Mirë po thot vetë në jetën time, më ka ndodhur që kur kam pas vështirësi, momente të vështira të cilat kam kaluar në jetën time, do të ka pas raste për shkak kësaj këtyne vështirësive që kam përjetu, ka pas raste kur më ka kap për gjumje dhe kotja, mas asaj kotje kam rri një farqetësie thot shpirtërore, saqë nuk kam ditë kam ka ardhur. Thot edhe kjo që Allahu i ka qu sahabëve, ka qenë rahmet i Zotit që Allahu subhanallahu me i forcu zemrat e tyre dhe me i forcu e këmbët e tyre para se mu ballafaqu, domethënë në betejën me pejgamberin, në betejën e Bedrit kundrejt mushrikëve, kundrejt numrit të madh të mushrikëve të cilët kanë dalë në ballafaqim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mushrikët gjatë rrugës për në Bedr fillon një konflikt mes tyre. Një prej fisëve të atyre të cilët ju kanë bashkangjit pejgamberit alayhi salatu wasalam, kur ndëgjojnë se ka shpëtuar karvani i Ebu Sufjanit, ata thonë atë pasi që ka shpëtuar pasuria jonë dhe ka shpëtuar karvani, çka na duhet neve të luftojmë tani. Edhe i shkëputet Ebu Xehlit, dikun me një numër ushtarëve dikun 300 veta, mirë po Ebu Xehli e vazhdon rrugën për në Bedr. Mirë po aty ju kujtohet disa prej mushrikëve se kanë një gjakmarrje me një fis prej fisëve të aty jashtë Mekës, të cilët quhen Kenana. Edhe ata frikën se tashmë si që kemi dalë komplet me ushtrinë tonë jashtë Mekës, janë frikë se mos po i na sulmon dikush familjet tona. Andaj këtu kanë filluar një farë lloj konflikti, a të vazhdojmë rrugën apo të kthehemi. Mirë po Allahu subhanahu wa taala ka ndodhur këtu një gjë interesante, që shejtani ka shkuar në formën e një personit, të atij fisit i cili ka thonë unë ju siguroj se s'kam ju sulmu kur kush në Mekë. Unë ju siguroj, veç vazhdoni rrugën. Shejtani ka shkuar në formën e Surakas. Ka ardhur në hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka ardhur në formën e Surakas, edhe i ka forcu ose i ka stimulu dhe i ka nxit mushrikët që me i vazhdu rrugën e tyre në ballafaqimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe i ka thënë unë sot jam ai i cili jam kushia juaj, unë jam ai i cili kom ju ndihmu, unë jam ai i cili ju jap siguri dhe bezë dhe masjonin juve se keni me dal fitimtar. E Allah ka përshkruar thot kur i ka pa shejtani ushtrinë e pejgamberit alayhis salam dhe ushtrinë e melaqeve të cilët do t'i përmendim se Allah ka thënë ushtri për melaqeve të cilët i kanë ndihmuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë betejë, thot është zbrap shejtani dhe i ka thënë atyre unë po shoh diçka s'ka s'poshë në jo, unë sot ja kam frikën Zotit edhe ka ik. Andaj dietarët e kanë përmendur këtu një gjë interesante, se kjo mrekulli që Allah subhanahu i ka ndihmu pejgamberit alayhis salatu wassalam me melaqe, nuk ka qenë vetëm me betejë Bedrit. Allah ka thënë edhe në betejë të tjera ushtri prej melaqeve, të cilat i kanë ndihmu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është edhe betejë e Uhudit, që cilën kemi përmend më vonë. Edhe zbritja e melaqeve për mi dhënë përkrahje dhe forcë sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanëve në përgjithësi nuk ka qenë veçori vetëm në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Andaj kanë thonë dietarët se sa herë që muslimanët e ndjekin rrugën e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu i forcon me ushtri nga ana e tij, ushtri të cilët nuk i shohin njerëzit, e prej ushtrisë së melaqeve të cilët Allahu i përkrah muslimanët sa herë ata e ndjekin rrugën e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj këto ishin vetëm disa prej ngjarjeve të cilat kanë ndodhur para se mu ballafaqu të dy ushtri të mëdha, të cilët i përmendëm shkurtimisht, për mos me zgjat shumë, e plotësojmë inshallah në dersin e radhës se si ka ndodhur kjo betejë, cilat kanë qenë rezultatet e kësaj betejës, kush ka fituar në këtë betejë dhe çka ka ndodhur pas kësaj betejës. Deri atëherë, qulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.